Por kjo qeveri u mbështet në procesin e ndërtimit narkoshtetit, siç e dini ju. Unë u them qytetarëve shqiptar, më toksike se çdo ideologji, më e egër se çdo pushtues, por qenjen shqiptare është droga, droga dhe vetëm droga. Shqipëria në vitin 2015 u mbull kanabis nga pogoni gjerë në thellësitë e Alpeve. Dhe kjo u bë në sytë e gjithë botës. Dhe disa e nxitën, të tjerë heshtën. Miliardat e drogës, jo që nuk krijojnë vende pune, po shkatrojnë me qindra mijëra vende pune. Shkatrojnë eksportet, shkatrojnë prodhimin industrial, prodhimin bujqësor. Dhe shqiptarët largohen dhe vetëm largohen. Edi Rama, një pasardhës xhelatrish komunist, që ndan të njëjtat mendime me paraardhësit e tij, i vendosur të mos dorëzoj pushtetin me asnjë çmim, me asnjë kusht. Kështu që kjo që ndodhi para syve të mbar botës, dikush e ndihmoi Edi Ramën ta bëjë këtë. Të tjerë ndihmojnë me heshtje edhe sot, ta dini. Ka ambasador, ka persona zyrtar të lartë, edhe në Bruksel, që janë të zemruar me mua pse unë flas për narkoshtet. Protestat e zakonshme nuk zgjidhin problemin. Protestat e qëndrueshme dhe masive janë e vetmja rrugë. Foltorën parlamentare qytetare para kryeministrisë, një herë në javë, ku deputet dhe qytetarë do flasin, do thonë zërin e tyre. Pra, ky është qëllimi i kësaj proteste. Protestat tjera do projektohen dhe do organizohen, por ato do pregaditen dhe do thirren në kohën më të përshtatshme.